Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot keni kujdes kur të merrni taharet, pastronu mirë, nga se ndëshkimi më i madh i banorëve të varrezëve është nga mos përfilja apo mos pastrimi i organeve gjenitale, pra mos pastrimi, mos morja të taharetit në mënyrën duhur. Pra çdo kush që nxiton dhe nuk pasohet mirë, kjo ka pasojë. Një ndër pasojat është për atë se ndëshkimi i banorëve të varrezëve, ndëshkimi i varrit, kush dënohet më shumë varr, cilët janë pjesa dërmuese e njerëzve që meritojnë ndëshkimin e varrit, janë ata të cilët nuk kujdesen në pastrimin e tyre pasi të krinë nevojën e tyre. Kjo është e parë. Dhe e dyta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë një varri dhe pyeti se kush është i vorrosur këtë vend. Ato i treguan dhe i thanë, flashi filoni nga i vorrosur filoni dhe filoni. Tha pejgamberi Allah, këto janë duke u ndeshkuar fort, pra me ndeshkim të madh. Këto janë duke u ndeshku me ndeshkim të madh. Për një gjë jo të madh. Kështu ka. Me një transmetim thot, për një gjë jo të madh, mirë po vërtet është e madh. Këto janë duke ndeshku fort në varr. Për një gjë jo të madhe në sinën e njerit. Mirë për në realitet është e madhe. Pse këta u ndeshkoshin varr? E para për atin dhe tha njoni për atin dhe thot nuk ka kujdes në pastërtin e tij. Nuk ka kujdes e mosërpik. Nuk ka kujdes pari ka si kri, pasi që e ka kri nevojë nuk është pastru mirë. Për këtë arsye ndëshkimi në varr ka qenë shumë i rreth, shumë i rëndë. Ka thënë dietar, pse ki andëshkuat shumë, për çka se një njeriu që ka kri nevojë dhe nuk ka pastru ka po namaz. Dhe namazit ti nuk ka pranë. Runa zot. Ai që e lë namazin, apo ai që nuk pranon namaz, pa ndëshkim të madh. I ditë për atë është marrë me përgojim. I ka përgoj njerëz. Ka bëj vetë për njerëz. I ka bërë fjalë e njerëz. Pra, ka shi hasmëllë për çarje mes njerëzve. Për çarje e njerëzve, prishje e njerëzve është për mëkatet të mëdha. Pra nësinë e njerit parë, këto janë shumë sekundarë. Janë sërdjesht të thjeshtë. Me gjitha ta, pasojet janë të mëdha. Për këtë arsye, këta ndeshkojnë me ndeshkim të madh.